Horoskopi javor për datat 27 tetor deri në 2 nëntor 2025. Dashi. Këtë javë, Dashi, ju pret një udhëtim kozmik emocionues. Me Marsin që ushen energjitë tuaja pasionante. Përgatituni për një periudhë ndryshimesh dinamike. Fillimi i javës sjell ambicie të shtuar, një kohë ideale për të trajtuar projekte ambicioze ose për të prezantuar ide inovative. Rreshtimi i sundimtarit tuaj me Jupiterin siguron optimizëm dhe mundësi. Deri në mesjavë, dinamika e marrëdhënieve mund të ndryshojë. Jini të hapur ndaj dialogut dhe empatisë, veçanërisht me partnerët e ngushtë. Pasi Venus indikon në hapësirën tuaj të zemrës, duke ju udhëhequr drejt shkëmbimeve të ekuilibruara emocionale. Financiarisht, t'ja hap një dritare për fitime spontane. Mbani syt hapur për mundësi të papritura. Theksi i hënës së fundjavës fton një fokus në kujdesin ndaj vetes. Balanconi ndjekjet tuaja të zjarrta me momenteve të analize. Mbledhjet shoqërore të së premtes mund të sjellin lidhje me ndikim. Ndërsa java përfundon, shfrytëzoni potencialin e hënës së re për të vendosur qëllime për rritje personale. Qëndroni të hapur ndaj ndryshimit. Në fund të fundit, yjet premtojnë një javë gjallëruese përpara. Demi. Kjo javë i paraqet Demit energji toksore, por edhe transformuese. Këndi harmonik i diellit me Saturnin ju fton të përqafoni strukturën në rutinat dhe disiplinat tuaja. Përqendrohuni në përpjekjet tuaja profesionale. Pasi shtrirja kozmike mbështet rritjen e karrierës. Në mesjavë, Venusi, planeti juaj sundues, mund të nxjisë lidhje romantike, duke ju dhënë një shans për të thelluar marrëdhënie. Prisni akte spontane mirësie për të pasuruar lidhjet. Kujdesuni për qartësi financiare të mërkurën. Kozmosi inkurajon investime të kujdesshme. Angazhohuni me natyrën për të rimbushur energjinë tuaj. Aktivitetet në natyrë do të rrisin mirëqenien tuaj. Gjatë fundjavës, ndikimi i Mërkurit ndihmon komunikimin, perfekt për zgjidhjen e keqkuptimeve ose planifikimin e përpjekjeve të ardhshme. E shtuna favorizon shprehjet krijuese, qoftë përmes artit, muzikës apo shkrimit. Ndërsa afroheni javën e ardhshme, hëna e re të dielën ofron një terren pjellor për vendosjen e qëllimeve që lidhen me rritjen personale dhe konsolidimin e pasurisë. Qëndroni të palëkundur por të adaptueshëm, Demi, ndërsa universi mbështet udhëtimin tuaj. Binjakët. Këtë javë do ta gjeni veten duke xhongluar energji të gjalla. Tranzicionet qiellore të së hënës rrisin përshtatshmërinë tuaj, duke ju lejuar të ndërroni pa probleme marshin midis detyrave të ndryshme. Planeti juaj sundues, Merkuri, nxit shkatësim mendore. Prisni përparime të zgjuara në projektet e punës. Në mesjavë, një takim i papritur mund të ringjallë një miqësi të vjetër ose të nxjisë një të re. Jini të hapur ndaj ftesave shoqërore. Perspektivat financiare duken premtuese rreth të Mërkurës, fal përqafimit të gjerë të Jupiterit, i cili ju inkurajon të merrni në konsiderat investime të mençura ose avancime në karrierë. Mund të hapen edhe rrugë romantike ndërsa Venusi hedh magjinë e saj dashurore, duke ju ftuar të eksploroni intimitetin dhe dashurinë tuaj. Gjatë fundjavës, kanalizoni energjinë tuaj në priza krijuese. Pozicionimi i hënës sjell vetanalizë, duke ju nxitur të ndaloni dhe të reflektoni mbi qëllimet personale. Hëna e re e së dielës ndihmon në rivendosjen e qëllimeve tuaja, perfekte për të nisur një udhëtim të ri mësimor. Ruani ekuilibrin midis shpirtit tuaj të gjallë dhe përgjegjësisë për rezultate optimale këtë javë. Gaforria. Këtë javë ofron një peizazh kozmik reflektues, por edhe gjallërues. Në fillim hëna, ylli juaj udhërfyes, nxit intuitën tuaj emocionale, duke amplifikuar tendencat tuaja ushqyese. Përdoreni këtë ndjeshmëri për të forcuar lidhjet familjare dhe personale. Në mesjavë, Marsi u jep energji ambicieve tuaja, duke ju shtyrë drejt përparimeve profesionale. Inteligjenca juaj emocionale rrit vendimarrjen, duke siguruar që veprimet tuaja të rezonojnë me aspiratat tuaja të vërteta. Dinamika e marrëdhënieve harmonizohet ndërsa Venusi hieshon sektorin tuaj të partneriteteve. Ndërveprimet romantike favorizohen. Mbajeni komunikimin të qartë dhe të dhëmshur. Ndryshimet planetare të së enjtes sjellin njohuri të mundshme financiare. Merrni në konsiderat rishikimin e buxhetit tuaj ose diskutimin e investimeve të ardhshme me një këshilltar të besuar. Fundjava ofron një pushim për kujdesin ndaj vetes. Zhytuni në aktivitete qetësuese ose meditim. Ndërsa java përfundon, hëna e re nxjerr në pa fillime të reja, veçanërisht në rutinat tuaja të shëndetit ose mirëqenies. Përqafoni ndryshimet dhe qëndroni të hapur ndaj të papriturave.
ndërsa universi mbështetet fuqishëm rreth ëndrave tuaja. Luani. Kjo javë premton një fazë mundësisht të gjalla, ndërsa dielli formon një trim të favorshëm me Saturnin. Fokusi juaj mprehet drejt ambicjeve të karrierës. Përdoreni këtë energji të disiplinuar për të trajtuar qëllimet afatgjata ose për të hartuar strategji për projektet e ardhshme. Marrëdhëniet lulëzojnë në mesjavë në ndikimin simpatik të Venusit, duke ju inkurajuar të shprehni dashuri më lirshëm, veçanërisht në ndjekjet romantike. Besoni në udhëzimin e zemrës suaj ndërsa ajo zbulon thellësi të reja në lidhjet ekzistuese. Mundësitë financiare zbulohen të mërkurën. Jini proaktiv në diskutime ose negociata për të shfrytëzuar këto perspektiva. Fundjava fton angazhime shoqërore. Rrjedhëzimi mund të sjellë aleat me ndikim në orbitën tuaj. Mbani egon tuaj nën kontroll për të maksimizuar këto ndërveprime. Hëna e re në fund të javës nënkupton fillime të reja, duke e bërë atë një kohë ideale për shprehje imagjinative ose hobi të reja. Jepini përparësi ekuilibrit midis kënaqësisë personale dhe angazhimeve, duke siguruar që energjia juaj rrezatuese të ushqejë udhëtimet tuaja personale dhe të përbashkëta. Përqafoni ndryshimet me guxim. Thelbi juaj mbretëror ju udhëzon përpara. Virgjëresha. Rregullimi qiellor i kësaj jave ju fton të balanconi praktikën me vetanalizën. Ndërsa Mërkuri rrit aftësitë tuaja analitike, nga e hëna deri të mërkurën ofron kohën e përsosur për të rivlerësuar strategjitë personale dhe profesionale. Qasja juaj e orientuar drejt detajeve ndihmon në optimizimin e rutinave, duke hapur rrugën për produktivitet të përmirësuar. Nga mesi i javës, Venusi aktivizon sektorin tuaj të shëndetit, duke sugjeruar një fokus në zakonet e mirëqenies. Konsideroni rinovimin e planeve tuaja të dietës ose ushtrimeve për energji të qëndrueshme. Komunikimet në marrëdhënie lulëzojnë në udhëheqjen e Mërkurit. Adresoni çdo dialog të pezulluar me të dashurit. Financiarisht, vibracionet e zgjeruara të Jupiterit aludojnë për mundësi. Eksploroni investimet ose opsionet e kursimit me kujdes. Gjatë fundjavës, jepini vetes kohë për ndjekje krijuese. Angazhimi në aktivitete që kapin imagjinatën tuaj mund të zbulojë njohuri të papritura. Hëna e re e së dielës inkurajon vendosjen e qëllimeve të reja, ndoshta duke u përqendruar në rritjen personale ose zhvillimin e një mjedisi të qetë shtëpia. Mbani një mendje të hapur dhe përshtatuni me ndryshimet e ardhshme me hir. Natyra juaj e bazuar ju përgatit për mundësi transformuese. Peshorja. Peshorja anon drejt harmonisë dhe rritjes këtë javë. Duke filluar fuqishëm me trinitetin e diellit me Saturnin, përqendrohuni në konsolidimin e përpjekjeve në karrierën tuaj. Hidhni themelet për projekte afatgjata ose rivlerësoni planet e vazhdueshme të zhvillimit personal. Venusi, planeti juaj sundues, rrit angazhimet shoqërore, duke e bërë mesin e javës ideale për të ushqyer miqësitë ose partneritetet romantike. Komunikoni nevojat tuaja me qartësi për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Ndërsa çështjet financiare fitojnë rëndësi rreth të Mërkurës, qëndroni të përgatitur për fitime ose shpenzime të papritura. Planifikimi i kujdesshëm ndihmon në ekuilibrin afatgjat. Përqafoni shprehjet krijuese gjatë fundjavës, daljet artistike ose ndjekjet estetike rigjallërojnë shpirtin tuaj. Ndikimi i hënës fton vetanalizën. Merrni në konsiderat eksplorimin e jogës ose meditimit për të harmonizuar trupin dhe mendjen. Hëna e re të dielën paraqet një mundësi për të kultivuar fillime të reja, veçanërisht në miqësi ose përpjekje bashkëpunuese. Qëndroni të hapur ndaj ndikimeve transformuese. Përshtatshmëria rrit udhëtimin tuaj drejt ekuilibrit, duke reflektuar një rrugë të begat përpara. Akrepi. Përgatituni për një javë angazhuese me energji transformuese. Ndërsa Marsi ndez intensitetin tuaj që në fillim, kanalizoni këtë fokus në kapërcimin e sfidave personale ose profesionale. E Mërkura sjell Venusin në sektorin tuaj financiar, duke theksuar planifikimin strategjik për investimet e ardhshme. Lajme të mira në lidhje me të ardhurat mund të dalin, shfrytëzojini ato me mençuri. Dinamika e marrëdhënieve lulëzon në ndikimin e Venusit, duke inkurajuar lidhje më të thella emocionale dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Komunikimi merr në qendër të vëmendjes në mesjavë, duke e bërë atë ideal për të filluar diskutime të sinqerta me të dashurit ose kolegët. Universi mbështet vendosmërinë tuaj me energji fuqizuese, por mos harroni të balanconi ambicien tuaj me kujdesin për veten. Ndërsa afrohet fundjava, zhytuni në aktivitete që ushqejnë si trupin ashtu edhe mendjen. Hëna e re të dielën simbolizon ripërtëritjen,
duke ju nxitur të vendosni qëllime rreth përvojave të reja dhe rritjes personale. Besojini intuitës suaj, eksploroni pasionet e fshehura me kuriozitet. Përqafoni ndryshimet që po zhvillohen dhe qëndroni të hapur ndaj përshpëritjeve të universit. Ato udhëheqin udhëtimin tuaj transformues me shkathësi. Shigjetari. Kjo javë inkurajon eksplorimin dhe zgjerimin. Rreshtimi i diellit me planetë transformues rrit dëshirën tuaj për aventurë. Merrni parasysh këtë energji kur planifikoni udhëtime të ardhshme ose ndjekje arsimore. Me Jupiterin, planetin tuaj sundues, që nxit rritjen, perspektivat e karrierës ndriçohen rreth mesjavës. Përqafoni mundësitë spontane për të shfaqur aftësitë tuaja. Një besim i tillë mund të hap dyert të paparashikuara. Ndërsa Venusi ushen dinamikën tuaj shoqërore, kapni mundësinë për ndërveprime pasuruese, veçanërisht në marrëdhëniet ku autenticiteti i forcon lidhjet më thellë. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj me hënën që udhëzon mirëqenien tuaj. Njohuritë e reja të shenjtës rreth financave sugjerojnë rishikimin e investimeve ose kursimeve për siguri afatgjat. Përdorni fundjavën për të zhytur në studime filozofike ose shpirtërore që ngacmojnë intelektin tuaj. Hëna e re të dielën ju inkurajon të ëndërroni shumë. Vendosni qëllime ambicioze për të cilat jeni të apasionuar. Qëndroni të hapur ndaj ndryshimeve dhe të vërtetave të reja, ndërsa natyra juaj optimiste zbulon rritje në secilën përvojë. Besojini udhëtimit tuaj ndërsa universi mbështet rrugën tuaj drejt mençurisë më të madhe. Britsjapi. Kjo javë fton për sjellje strategjike dhe veprime konkrete. E hëna fillon me diellin që stabilizon ndjekjet tuaja, ideale për rafinimin e trajektores suaj të karrierës. Ndikimi i Saturnit fuqizon përpjekjet e disiplinuara. Shfrytëzoni këtë mbështetje kozmike për të nxitur qëllimet profesionale afatgjata. Mesjava, Venusi rrit perspektivat tuaja financiare, duke ju ftuar të rivlerësoni investimet ose të eksploroni kanale të reja të ardhurave. Marrëdhëniet thellohen në ngrohtësinë e Venusit. Ushqejini lidhjet emocionale duke ndarë plane dhe dëshira me të dashurit. Qëndroni të hapur për biseda të sinqerta të lindura nga kjo shtrirje e dashur. Ndërsa ndryshimet e shenjtës zbulojnë mundësi të reja, përqafojini ato me besim me rreziqe të llogaritura. Gjatë fundjavës, përqendrohuni në rigjallërimin përmes projekteve personale ose reflektimit të vetmuar. Hëna e re të dielën fton për fillime të reja. Koha e përsosur për të vendosur qëllime për rritjen personale dhe ekuilibrin e jetës në shtëpi. Përputhuni me këto energji për të siguruar përparim të qëndrueshëm. Kultivoni durimin dhe praktikën tuaj. Ato ju fuqizojnë të vendosni fara prosperiteti për të ardhmen. Ujori. Energjitë e kësaj jave janë të pjekura për inovacion dhe mendim përpara. Që në fillim përqafojeni ndikimin e Mërkurit, i cili ndriçon ide krijuese perfekte për projekte pune ose ndjekje personale. Disiplina e Saturnit shton strukturë, duke ju lejuar të manifestoni konceptet në realitet me saktësi. Qartësia financiare shfaqet në mesjavë me udhëzimin e Venusit. Eksploroni buxhetimin ose rishikimet e investimeve për stabilitet. Lidhjet shoqërore lulëzojnë në sharmin e Venusit, ideale për kultivimin e miqësive ose bashkimi me aktivitete në grup ku shkëlqen perspektiva juaj unike. Dialogët e marrëdhënieve përmirësohen duke ndihmuar në zgjidhjen e keqkuptimeve. Energjitë e shenjtës nxjerrin në parritjen, ku informacioni i papritur mund të përshpejtojë vendimet tuaja. Fundjava ofron një pushim të qetë. Angazhohuni në hobi që rrisin vitalitetin tuaj mendor. Hëna e re e së dielës frymëzon fillime të reja, veçanërisht në rolet komunitare ose përpjekjet humanitare. Shfrytëzoni këto ndikime për të nxitur fuqizimin dhe mirëqenien kolektive. Mendja juaj vizionare dhe zemra e hapur vendosin një rrugë me ndikim, duke promovuar përparimin personal dhe të përbashkët përmes ndryshimit. Peshqit. Nisni një javë përqendrimi dhe vizionare, ndërsa kozmosi udhëzon reflektimin e brendshëm dhe veprimin e jashtëm. Rreshtimi i diellit me Neptunin, planetin tuaj sundues, nxit intuitën, besoni shtytjeve të brendshme për vendime në karrierë ose në jetën personale. Sharmi i Venusit në mesjavë rrit kreativitetin. Zhytuni në përpjekje artistike ose shprehje romantike për përmbushje. Marrëdhëniet thellohen ndërsa ndani ëndrat, duke ndezur nivele të reja intimiteti me partner të ngushtë. Financiarisht, kjo javë ofron qartësi. Rishikime strategjike të buxheteve ose investimeve fillojnë siguri afatgjat. Shoqërisht, lidheni me individ me të njëjtat mendje. Përpjekjet bashkëpunuese sjellin njohuri dhe mundësi frymëzuese.
Energjitë qiellore të fundjavës favorizojnë pushimin dhe vetanalizën. Angazhohuni në praktika meditative ose shëtitje në natyrë për të qetësuar dhe rimbushur shpirtin tuaj. Hëna e re të dielën paralajmëron fillime të reja. Parashikoni qëllime që lidhen me mirëqenien ose rritjen shpirtërore për të përshtatur me veten tuaj më të lartë. Përqafoni udhëtimin e vetëzbulimit dhe evolucionit. Universi mbështet rrugën tuaj mistike dhe transformuese përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.